Përfaqësuese lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, ka thënë se Serbia duhet të dëshmojë me vepra dhe reforma se synon vërtet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kallas nënvizoi se lidhjet e Serbisë me fqinjen e saj Kosovën nuk kanë të bëjnë vetëm me përmirësimin e marrëdhënieve, por janë vendimtare për të ardhmen e Serbisë në BE. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota sot ka folur eksperti austriak Günther Fehlinger. Ai thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën dhe këtë gjë duhet BE-ja t'ia bëjë të qartë asaj. Gjithashtu thekson që Serbia duhet të shkëputet nga Rusia ose të i bashkëngjitet reagimi të sanksioneve të Bashkimit Evropian. Është koha për qartësi nga BE-ja për Serbinë. Serbia duhet ta njohë Kosovën tani. Serbia duhet ta ndalojë promovimin e Anschluss nga jashtë quajtura Republika Srpska nga Serbia. Serbia duhet shkëputet nga Rusia, duhet t'i jap fund marrëdhënies së Trekisë së Lirë, duke mbyllur hapësirat ajrore dhe duke dubuar misionin ushtarak plus dhe duke mbyllur bazën ushtarake ruse në Nish. Serbia duhet t'i bashkohet regjimit të sanksioneve të BE-s dhe të bashkohet plotësisht në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Serbia duhet të jetë plotësisht europiane në frymë, jo vetëm në letër, u shpreh ai. Tutje ai thotë që pavarësisht të vërejkjeve të shumta që janë bërë vizita e Vučićit në Moskë, i ka dhënë fund çdo vullneti të mirë që Vučić kishte lënë në BE të SBA. Por Serbia nën Vučićin nuk do të bëjë asgjë nga këto, ka thënë ai, dhe koha për qetësimin e Vučićit ka mbaruar në Bruksel dhe Washington. Vizita provokuese në Moskë i ka dhënë fund çdo vullneti të mirë që Vučić kishte lënë në BE të SBA. Kjo ishte shumë e thjeshtë. Tani është dita e pagës për Vučić, shpjegoi ai. Në fund ai nënvizoi bisedën duke paralajmëruar që Vučić dhe Vulin do të vendosen së shpejti në listën e zezë të BE-s. Gjithashtu shton që BE duhet të punojë fort që ta sjellë rënien e Vučićit. Përgjigja për BE-n dhe SBA-n është e thjeshtë dhe e qartë. Kosova dhe Bosnia do të bashkohen në APOS dhe BE-s deri në vitin 2029, së bashku me aleatët tanë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Mallinezi, ndërsa Serbia do të mbetet e izoluar si përfaqësuese e Rusisë në Ballkan. Dhe Vučić dhe Vulin do të vendosen së shpejti në listën e zezë të BE-s për vendet e papranueshme të hyrjes. Dhe Serbia duhet të çfinancohet nga BE-ja. Kjo është politika më e mirë për BE-n. Shpresojnë që kjo së shpejti do të çojë në rënien e regjimit të Vučićit dhe një Serbi pro-europiane do të zbatojë të gjitha reformat që Serbia të bashkohet me BE-n, por vetëm pasi Kosova dhe Bosnia të jenë anëtare të plota dhe do të kenë të drejtën e vetos mbi anëtarësimin e Serbisë në BE, e cila është garancia më e mirë se Serbia do të kërkojë falje për krimet e saj gjenocidale para se të hyjë në Bashkimin Evropian. Tani që zonja Hekut është në krye të BE-s, nuk do të ketë jugonostalgji socialiste që do të shpëtoj përsëri Vučićin. Tani është koha për vendime, përfundoi eksperti austriak Günther Fehlinger për Bota sot.